Policia e Shkodrës ka vënë në pranga drejtuesin e kamionit të përfshirë në aksidentin tragjik që i mori jetën një 78 vjeçari një ditë më parë në lagjen Iliria. Në pranga ka rënë shtetasi 30 vjeç Angelo Plaka, i cili akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Viktima e këtij aksidenti është identifikuar si Haki Bajrami, 78 vjeç, i cili humbi jetën pasi u përplas nga mjeti i rënd, teksa lëvizte në këmbë në anë të rrugës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, arrestimi i drejtuesit të mjetit u bë në vijim të veprimeve hetimore të nisura menjëherë pas ngjarjes. Në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për aksidentin në lagjen Iliria, bëj me dije se specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin Angelo Plaka, 30 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive për këtë aksident fatal.